Cristiano Ronaldo, një nga sportistët më të disiplinuar në botë, është vënë sërish në qendër të vëmendjes, këtë herë për një zakon paksa të pazakont, lyerjen e thonjve të këmbëve. 39 vjeçari e bën këtë për arsye higjienike dhe mbrojtëse për të shmangur bakteret dhe kërpudhat që krijohen nga djersa në këpucë dhe çizme. Ky zakon nuk është i pazakont me sportistëve profesionistë, veçanërisht në boks. Përveç këtij zakoni, Ronaldo mbetet shembulli për kushtimit ekstrem ndaj shëndetit dhe formës fizike. Ai përdor gjithashtu unazën inteligjente, e cila monitoron gjumin, temperaturën, ritmin e zemrës dhe aktivitetin fizik, pjesë e një rutine që përfshin 5 sy gjumë në ditë. Edhe në moshën 40 vjeçare, Ronaldo vazhdon të shkëlqejë në fushë duke shënuar gola dhe udhëhequr Portugalin drejt suksesit, siç bëri së fundmi në Ligën e Kombeve. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.